Një moment që shpërtheu rjetin. Në emisionin e Robert Berishës, Robi pëlqet kur don vet, e ftuara speciale ishte askush tjetër veç se ish bashkëshortja e tij, këngëtarja e njohur Nora Istrefi. Publiku u çmend sa po doli për moja, sidomos kur Roberti i vendosi Norës një unaz me diamant në gisht, çka ngjalli dyshime për një rikthim bomb mes tyre. Por çfarë ndodhi në të vërtetë? Pas transmetimit të plot të emisionit, u kuptua se gjesti i Robertit nuk ishte propozim dhe as shenjë rikthimi. Unaza ishte thjesht simbolike, një dhuratë me një mesazh të fortë. Kjo unaz do të rrijë tek ti derisa Rene të bëhet 18 vjeç. Me këtë, Roberti tregoi se mes tyre sot nuk ka romancë, por respekt, komunikim të mirë dhe mbi të gjitha, një lidhje të përjetshme për shkak të vajzës së tyre, Rene. Megjithatë, rjeti vazhdon të shpërthej, sepse të shije ish bashkëshortët në një moment kaq intim, i vuri benzin thashëthemeve për një rikthim të mundshëm. A do të ketë vazhdim? Mbetet për t'u parë.